Bloku i pallateve në rrugën Yusuf Sokoli ka qenë ndalesa e radhës e kandidatëve të Partisë Socialiste në takime me banorët e Shkodrës. Në një sheshtët e mbushur dhe me entuziazëm fitoreje, kandidatët janë mirëpritur nga banorët e shumë të kësaj zone, e cila është një nga zonat e transformuara të qytetit. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Benet Beci në fjalën e tij kërkoi mbështetjen e banorëve për një vot masive për Partinë Socialiste, për vijimin e transformimit të qytetit me investime konkrete dhe zhvillimin e Shkodrës. Si di me punu, si përpiqemi për Shkodrën, si bashkëpunojmë me qeverinë, si bashkëpunojmë me donatorët, si bashkëpunojmë me komunitetin. Sa shumë dhe sa shumë fort ne jemi për ditë në krye të punëve. Ky është modeli që kemi sjell për t'treguar Shkodrës që kjo është dhe oferta që kemi dhe kjo është koncepti ynë për ta vazhduar qytetin në këtë drejtim. Dhe për këtë vim me një ekip deputetësh të cilët i kam sotu dhe duaj dorë turkite për të gjithë. Është ndoshta ekipi më i mirë. Ky është ekipi i Parlamentit Shqiptar, të janë deputetët tanë që do vazhdojnë transformimin e Shkodrës dhe për 4 vitet e ardhshëm, siç e kemi nisur këto 2 vite. Por ne na duhet një fitore e Shkodrës në emër të dakordësisë që kemi për transformimin e madh që kemi bërë këto 2 vjet dhe për atë që kërkojmë 4 vjetet e ardhshëm. Kandidatët njëri pas tjetrit ftuan shkodranët të votojnë numrin 5 Partinë Socialiste si e vetmja forcë politike e cila tregoi se në 2 vite po transformon Shkodrën. Është rëndësishme për ne për me majt këtë hovë, me çu më përtej edhe me i kallëzue ton Vereut, ton Shqipënisë, po në besoj edhe përtej kufive të Shqipënisë, se çfarë potencialit ka Shkodra dhe si ku mundna me kanë ne si qytetar të këtij venit, këtij qytetit dhe këtij rajonit, me bashkëpunimin ton, për mas forti me binomin e fort, bashki edhe qeveri. Gëzohem pa mas dhe ju falenderoj pa mas se cilin prej jush mu më kanë pa të urrit në këtë lagje edhe unë po i shoh sot këtu. Shumë faleminderit. Unë kam një kërkesë krejt thjesht për secilin prej jush. Me vazhdu, me na mbështet, si më keni mbështet mu personalisht, por edhe ashtu si do të mbështetni secilin prej kandidatëve që janë këtu. Duke votu numrin 5 në mënyrë se punët mos nalen, zhvillimit vazhdojnë, progresit vazhdojnë. Shkodra më shumë se kur sot është e bindur se kush e don Shkodrën, kush punon për Shkodrën dhe kush nuk lodhet për Shkodrën. Kto jemi ne, ky ekip, Partia Socialiste. Ne numrimin mrapsht e kemi fillu dhe sot janë ditët më të rëndësishme që ne dalim të kërkojmë votën shtëpi më shtëpi, biznes më biznes, me gjithë secilin prej nesh këtu, që me datën 11 maj mos ta ndalim atë vizionin për Shkodrën 2030, por ta çojmë përpara sa më tepër që të jetë e mujtun që Shkodra të shndrisi kurrënjëherë. Kudo që shifni sot në Shkodër, ka një investim që është bë vitet e fundit. Ky ritëm s'duhet më nal. Që mos më nal, tanë bashk ta çojmë Shkodrën më shpejt aty ku meriton me kenë. Mundena me adal shumë shpejt me kenë në top 3-shën e Shqipënisë. Që të gjithë këtë punë të mirë që është bërë për qytetin, ne ta vazhdojmë gjithë bashk, sepse ekipi jonë është këtu për shkak të dashurisë që ka për Shkodrën, edhe për shkak të dëshirës që ka me punu me shumë vullnet edhe me shumë integritet që ta bëjmë Shkodrën kryeqendrën e Shqipënisë patjetër. Kjo është një lagje shembull që me njek në çdo lagje të Shkodrës, prandaj mos ta nalim këtë mbështetje edhe këtë vazhdimsi për gjithë Shkodrën. Pse jo mos me kanë Shkodra ku duhet me kanë. Ajo çka ne kërkojmë për qytetarëve të Shkodrës çdo ditë është besimi juaj që ne ta çojmë Shkodrën edhe Shqipërinë drejt asaj ëndrës malle që është Bashkimi Evropian. Mesazhi i socialistëve në këtë fushat është larg retorikës politike, i fokusuar tek qyteti, por edhe projekte të mëdha të transformimit jo vetëm të qytetit, por gjithë qarkut të Shkodrës.